Flini kur me çorape. Nëse deri më tani keni fjetur me çorape gjatë natës, na lini t'ju themi se keni vepruar gabim. Është mirë që her pas here të flini me çorape nëse keni ftohtë, por mos e bëni shumë më shpesh, sepse ngadalëson qarkullimin e gjakut dhe mund të shkaktojë infeksione të lëkurës së këmbëve. Çorapet i mbani në këmbë dhe ju mbajnë të ngrohtë, gjë që mund të rrisë përkohësisht qarkullimin e gjakut. Por nëse mbani çorapet për një kohë të gjatë, efekti është i kundërtë dhe rrjedhja e gjakut zvogëlohet. Po ashtu kushtojini vëmendje llojit të plurës që janë bërë çorapet tuaja. Materiale sintetike të tilla si poliesteri ose nailoni nuk janë të rehatshme për lëkurën dhe lejojnë që këmbët tuaja të mos marrin frymë. Djersitjet e natës nuk janë të zakonshme dhe nëse flini me mbulesa të trasha të çorapeve, atëherë do të krijoni vështirësi në qarkullimin e gjakut dhe gjithashtu kjo mund të krijojë shqetësime edhe në shëndetin tuaj.